Aksidenti rënd në autostradën Elbasan tuneli Krabës përplasen 10 makina, bllokohet qarkullimi. Një aksidenti shumë fisht ka ndodhur në orët e para të mbrëmjes së sotme në aksin autostradal Elbasan tuneli Krabës, duke krijuar kaos në qarkullim. Sipas burimeve nga vendngjarja, të paktën 10 automjete janë përfshirë në përplasjen zinxhir, ndërsa 3 prej tyre kanë përfunduar mbi njëri tjetrin për shkak të goditjes së fortë. Fatmirësisht deri në këto momente nuk raportohen dëme në njerëz, por dëmet materiale janë të konsiderueshme. Policia rrugore dhe shërbimet e emergjencës ndodhen në vendngjarje, ndërsa po punojnë për normalizimin e situatës dhe sqarimin e rrethanave të aksidentit. Trafiku në këtë segment është i rënduar, pasi fluksi i mjeteve nga Tirana drejt Elbasanit është shumë i lartë në këtë orar. Autoritetet u bëjnë apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar dhe të respektojnë sinjalizimet e përkohshme në zonë derisa qarkullimi të rikthehet në normalitet.